Një lajm I hidhur ndahet nga jeta profesor Recep Qosja. Varrimi u mbajt në një rreth të ngushtë familjar. Në datën 23 prill është ndarë nga jeta shkrimtari dhe akademiku I njohur Recep Qosja. Sipas njoftimit të nipit të tij, Valjet Rexhepi, ceremonia e varrimit është zhvilluar në praninë e anëtarëve të ngushtë familjes në përputhje me dëshirën e të ndjerit. Familja ka bërë të ditur gjithashtu se me vullnetin e Qosjes nuk do të organizohet ceremoni pritje dhe nuk do ketë pjesëmarrje nga organizime institucionale. Njoftojmë se në datën 23/4 është ndarë nga jeta dhe varrosur Recep Qosja. Varrimi u zhvillua me praninë e anëtarëve të ngushtë të familjes. Familja nuk do marrë pjesë në organizimet institucionale. Lusim që privacia jonë të respektohet, na mundsohet të mbajmë zi në qetësi. Ndërkohë, për të nderuar veprën e akademik Recep Qosjes, ditën e premte, 24 prill, është shpallur ditësia shtetërore në Republikën e Kosovës. Vendimi është përgatitur nga ushtruesja e detyrës presidentes Albulena Xhiu, e cila theksoi se ky akt përfaqëson respektin dhe mirënjohjen e shtetit për një nga figurat më të rëndësishme të kulturës shqiptare.